Deputetja vetëvendoses, Adriana Matoshi, i ka kthyer përgjigje deputetit Mërgim Lushtaku pas paralajmërimit të tij për padi. Në një postim në Facebook, Matoshi ka shkruar se Lushtaku ka kërcënuar me padi për shkak të deklaratës së saj se Samia e kishte bler tokën e shtetit për vetëm 50 euro dhe më pas e kishte shitur për 5.000 euro. Në vijim postimi i saj plot. Mërgim Lushtaku pas ka kërcënuar me padi se kon kallëzu qysh e ka bleje Samia tokën e shtetit ka 50 euro e ka shit tani nga 5.000 euro. Nga këtu koleg, unë e kom një tu kallëzu veç për 5.000. Nëse e ka shit ma shtrejnët, pa dite baban ton, jo mu se unë as një cent se ka marrë prej ati pazari, ka shkuar ndër të tjera ajo. Tronditje dhe dyshime të reja kanë dalë në dritë lidhur me vdekjen tragjike të Doarsa Spahiz, 24 vjeçares nga Kosova që humbi jetën e Tetov. Fillimisht u raportua se reja i kishte dhënë fund jetës duke u hedhur nga apartamenti, por ky version është hedhur kategorikisht poshtë nga miku i saj i ngushtë, Arbër Zhubi, i cili pretendon se Doarsa është vrarë nga partneri i saj, Hevzi Sejdiu. Gjet një interviste, Zhubi rrëfeu se Doarsa së fundmi kishte zbuluar se partneri i saj kishte një familje paralele me 3 fëmijë dhe një bashkëshorte, gjë që sipas tij mund të ketë qenë edhe shkaku i tragjedisë. Ne jemi të shokuar, po bëhem të gjithë si shoqëri për shkak të rrethanave. Do të merremi me çështjen deri në fund. Deri më sot është komentuar si vetvrasje, por me faktet që kemi mbledhur ky rast është vrasje, tha Zhubi. Sipas tij, Doarsa kishte qëndruar gjatë gjithë ditës me partnerin në apartamentin ku ndodhi ngjarja fatale. Ai pretendon se Hevzi Sejdiu e ka hedhur të ren nga dritarja e apartamentit dhe më pas është përpjekur të zhduk çdo gjurmë që mund ta implikojë në krim. Doarsa është hedhur nga Sejdiu nga apartamenti i saj. Pasi e ka hedhur, ai ka zbritur poshtë dhe pasi ka konfirmuar se ka vdekur, ka shkuar tek lokali ngjitur dhe kanë fshirë kamerat e sigurisë, tha ai. Zhubi shton se pas ngjarjes është marrë telefoni i Doarsës dhe është zhdukur, ndërsa në polici është dorëzuar një pajisje tjetër me të gjitha të dhënat e fshira. Pasi është dorëzuar në polici, nuk e ka dorëzuar telefonin e Doarsës, por një tjetër ku gjithçka ishte fshirë. Më pas, ai është liruar për 30 minuta dhe është zhdukur. Ai ka bërë aktin. Ai është i dashuri i Doarsës dhe e ka vrarë sepse ajo kishte marrë vesh që ai kishte 3 fëmijë dhe një grua, deklaroi miku i saj. Zhubi shton gjithashtu se partneri i saj, Hevzi Sejdiu, ka qenë i akuzuar më parë për trafik armësh, por është liruar me kusht. Ai theksoi se Doarsa kishte pësuar dhe më parë dhunë nga i njëjti person, duke përmendur raste të tjera incidentesh gjatë marrëdhënies së tyre 2 vjeçare. Doarsa ka dashur të ndërpres lidhjen me të, por ai nuk e ka pranuar. Ka pasur shenja dhune më herët. Provat janë fshirë, është ndoruar edhe telefoni në polici, lokali ka fshirë kamerat e sigurisë, tha ai, duke kërkuar që autoritetet të hetojnë me kujdes rastin.